Vllaznia nuk ndalet. Në javën e 31 të Abisnet Superiore, skuadra kuqe-blu ka mposhtur Teutën me rezultatin 1-0. Në Loro Boriçi, takimi nisi vrullshëm, ndërsa goli i vetëm u shënua në fundin e pjesës së parë me autor Kevin Dodaj, që shfrytëzoi në maksimum mundësinë e krijuar. Dursakët nga ana e tyre kërkuan të reagonin, por përballë një vllaznie të kujdesshme nuk ja dolën, aq më tepër që në minutën e 65 humbën dhe shërbimin e Yazgi, i ndëshkuar me karton të kuq për një ndërhyrje të parregullt në dëm të Kallakut. Me këtë fitore, vllaznia ngjitet në kuotën e 59 pikëve, 5 më shumë se Egnatia e vendit të dytë. Teuta mbetet në kuotën e 38 pikëve, në vend të 6. Pas ndeshjes, tekniku Edi Martini deklaroi se skuadra e tij mori pikët që i duheshin, por loja nuk e ka kënaqur. Maksimum e vujtur, unë i lodhja mes javë por bravo qoftë djemve, sepse të fitosh një ndeshje kundër Durrësit që ka bërë mjaft mirë javën e fundit, pavarësisht rezultateve, ka një ekip që le të mbrojtje mirë, kundër zbret mirë, nuk ishte ndeshje e lehtë, e kishim përgatitur ta javën, ne dishim që do të ishte e vështirë, por thash ndeshjet që kanë met midis lodhjes fizike, lodhjes mendore, hyn tana bashkë dhe komplimentoj djem bravo qoftë, sepse edhe kur janë të lodhun, edhe kur janë duke vujt din me fitu. Ne jemi në atë pikë që nuk ketë garantu me kur gjo, pikë përgjysmohen, ka dhe 5 javë me marru kampionati, është shumë e vështirë, sepse lodhja thash ban punin e vetë, duhet jemi fokusuar të ndeshja rrasë, mas shohim mas lek, sepse kampionati në mënyrë absolute është i hapur në gjitha drejtime. Keqardhje se mënyrën si donin ose si e përgatitëm të gjithë kësaj jave ndeshjen, besoj që deri në momentin e golit ishte e qartë që erdhëm të luanin futboll, erdhëm që ti dinin mballë një vllaznie që është lider dhe nuk është pa merit aty ku është, dhe mendoj që çunat meritojnë deri në momentin e golit që ky është futbolli, nuk e jep dot shpjegim që në një moment, domethënë, duhet të ishim më të kujdesshëm, sidomos me topat vertikal që deri në atë moment i kishim marrë masat, edhe na erdhi një dëshkim në momentin që s'duhet. Vllaznia në rrugën e duhur, domethënë, me gjithë, si them, oscilacionet e vogla, por e kena pa gjithë klubet kanë këto oscilacione. Shkodra e pret shumë, është e njëjta gjë që mund të them edhe për ekipet tjera, por le të fitojmë më i miri, më i forti dhe të shohim me vërtet një rivalitet të shëndosh. Po i gëzuam edhe për golin, më shumë e gëzuam për 3 pikë, për lojën e mirë që zhvillum, dhe kjo është më e rëndësishme. Unë si do dhe du që shënoj edhe më shumë gola, mirë jam, në formë dukem, por kjo do të tregojnë fushën e lojës, ndeshjet që do vinë, sepse s'do të kënaqem me kaq. Edhe kupa është të hapur, kemi ndeshjen në Shkodër për me Dinamon. Besoj shumë dhe do t'i arrijmë që ta gëzojmë Shkodrën, sepse po e pret këtë gjë.